kanë qenë pjesë e këtij rrugtimi të rëndësishëm institucional. Paraprakisht do e rregullojmë tani skenën. Të nderuar të pranishëm, çdo institucion ndërtohet mbi vizionin e qartë, por zhvillohet përmes leadershipit, përkushtimit dhe punës së vazhdueshme. Për të reflektuar mbi këtë rrugtim të agjencisë në 20 vetor, arritja e saj dhe vizioni për të ardhmen, kam nderin të ftoj për një fjalë hapëse drejtorin e agjencisë për parandalimin e korrupsionit, zotin Yll Buleshkaj. Faleminderit shumë fillimisht e nderuara Presidente e Republikës së Kosovës, zonja Alborina Haxhiu, i nderuar kryetari i Këshillit Provincial të Kosovës, zoti Arjan Gashi, i nderuar zëvendës ministri i drejtësisë, zotri Gens Simoni, i nderuar drejtori i përgjithshëm i sekretariatit të iniciativës rajonale kundër korrupsionit, zotri Albert Hani, të nderuar udhëheqës të institucioneve, të nderuar deputet, të nderuar përfaqësues të Bashkimit Evropian të Këshillit të Evropës, Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim OSBE-s dhe partnerëve tanë lokal dhe ndërkombëtar. Të nderuar ish drejtor të agjencisë, të nderuar drejtues të institucioneve të tjera, të nderuar kolegë të mi, të nderuar media, zonja dhe zotëri. Sot nuk po shënojmë vetëm një ceremoni, një datë kalendarike, sot po shënojmë një rrugtim. Një rrugtim 20 vjeçar të një institucioni që është rritur bashkë me Republikën e Kosovës. Një rrugtim që ka kaluar në për sfida, ka kaluar në për reforma, në për transformime, por që çdo etapë ka pasur një qëllim të pandryshuar, forcimin e integritetit të institucioneve publike. Prandaj, me lejoni që në emrin tim personal, po në emrin e secilit antar të stafit të agjencisë, t'ju falenderoj sinqerisht për pranimin tuaj për të na nderuar sot. Prania juaj është nder për agjensinë, është një dëshmi që ju qëndroni së bashku me ne në përpjekjet për integritet institucional. Të nderuar të pranishëm, historia e agjencisë është më tepër se historia e një institucioni.
është histori e mënyrë se si Kosova ka ndërtuar hap pas hapi kulturën e integritetit institucional. Kur agjencia u themelua para 20 vitesh, sfidat ishin shumë të mëdha. Duhet të ndërtoj nga fillimi një institucion, duhet të ndërtoj besimin në institucion, duhet të ndërtoj një kulturë e re institucionale. Sot pas 2 dekadash, e kjo është shumë e lehtë, sepse besojmë që jemi krenar për punën e agjencisë, sepse është qëndruar një institucion modern, një institucion profesional dhe një institucion të besuar. Të nderuar miq, që nga dita kur mora përgjegjësinë për ta udhëhequr këtë institucion, kam besuar se agjencia nuk duhet të jetë vetëm një institucion që administron procedura. Agjencia duhet të jetë një institucion që krijon besimin e qytetarit në institucionet e Republikës së Kosovës. Jo një institucion që ndërshkon, por që parandalon. Një institucion që udhëheq me shembull, një institucion modern, me një filozofi që kemi punuar gjithë këtyre viteve. Kemi përshpejtuar transformimin digital, kemi zgjeruar shërbimet elektronike, kemi rritur transparencën, kemi forcuar mekanizmat për deklarimin e pasurisë, për sinjalizimin, për konfliktin e interesit, për dhuratat zyrtare, për mbrojtjen e sinjalizuesve, për vlerësimin e rrezikut kundër korrupsion. Kemi ndërtuar edhe partneritete të reja. Kemi afruar agjencinë me shumë afër qytetarëve, që besoj që kjo është vlera kryesore. Kemi hapur institucionin ndaj akademisë, ndaj mediave, ndaj shoqërisë civile, edhe më shumë ndaj partnerëve ndërkombëtar. Sepse ne besojmë që korrupsioni nuk mund të parandalohet apo të luftohet vetëm nga një institucion. Ai parandalohet nga një kulturë integriteti. Të nderuar të pranishëm. Njëra nga këto arritje, apo asnjëra nga këto arritje nuk mund të arrihet pa përkrahjen të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës. Për këtë e falenderoj Kuvendin e Republikës së Kosovës, që sot na përfaqësohet me një përfaqësues dhe me kryetaren e cila po ashtu është edhe kryetare e Kosovës. E falenderoj po ashtu Ministrinë e Drejtësisë që na ka përkrahur në mënyrë të vazhdueshme me legjislacionin dhe reformat ligjore. Falenderoj sistemin prokurorial dhe sistemet e drejtësisë. Falenderoj partnerët tanë ndërkombëtar, Bashkimin Evropian, Këshillin e Evropës, UNDP-n, OSVE-n, Ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Ambasadën e Zvicrës, Ambasadën e Suedisë, Ambasadën e Holandës, Iniciativën Rajonale kundër korrupsionit në Rajnë dhe shumë partnerë të tjerë, të cilët për këto 2 dekada kanë qëndruar pranë agjencisë. Mbështetja juaj nuk ka qenë vetëm financiare. Mbështetja juaj ka qenë besim në institucionin tonë. Ne si agjenci konsiderojmë që besimi është kapitali më i madh që kemi dhe duhet ta ruajmë. Sot kemi kënaqësinë të nderojmë ata që kanë shkruar kapituj të rëndësishëm të agjencisë për parandalimin e korrupsionit. Ish drejtuesit e agjencisë, po ashtu bashkëpunëtorët, partnerët, miqtë tanë. Historia nuk ndërtohet me individ, vetëm me një individ, institucionet nuk ndërtohen vetëm me një mandat. Çdo drejtues ka vendosur një gur themel në agjencinë për parandalimin e korrupsionit. Çdo zyrtar ka dhënë kontributin e tij. Çdo partner ka lënë gjurmë në punën e agjencisë. Për këtë arsye, mirënjohje që të ndajmë në pjesën e dytë, nuk kanë vetëm një vlerë simbolike, por ka një falënderim institucional ndaj gjithë këtyre që na kanë kontribuar. Është një shprehje respekti dhe një premtim që kontributi i tyre nuk do të harrohet. Të dashur kolegë, do ta pranojmë, asnjë sukses institucional nuk do ishte mundur pa punën e njerëzve të agjencisë, të cilët çdo ditë i japin jetë këtij institucioni. Prandaj duhet të falenderoj secilin antar të stafit të agjencisë për profesionalizmin, për kushtimin dhe integritetin e treguar gjatë gjithë këtyre viteve. Ju jeni pasuria më e madhe e këtij institucioni. Sukseset e agjencisë. Sukseset e agjencisë janë edhe sukseset e juaja. Të nderuar të pranishëm, gjatë 20 viteve të para është ndërtuar agjencia. Gjatë 20 viteve që vijnë do ta shohim, besoj, ndikimin që ka pasur agjencia në shoqëri. Historia e një institucioni që përdor teknologji për të arritur atë që e parandalon korrupsionin është transparenca, përpjekje për të arritur dijen në mënyrë që të rritet integriteti,
një institucion që bashkëpunon me qytetarët, që dëgjon qytetarin, që inovon, që udhëheq, sepse sfidat ndryshojnë, edhe korrupsioni ndryshon, edhe ne duhet të zhvillohemi vazhdimisht. Në fund, dua ta përsëris një bindje që më ka shoqëruar gjatë gjithë mandatit tim. Integriteti nuk ndërtohet vetëm me ligje, a ndërtohet me shembull. Secili nga ne e ka detyrën që të tregojë me shembullin e vet integritetit. Me profesionalizmin tonë, me transparencën dhe mbi të gjitha me besimin që na kanë japur qytetarët, sepse aty ku ka besim, ka institucione të forta. Aty ku ka institucione të forta, ka shtet, e aty ku ka shtet, ka dhe të ardhme. Kisha pas dëshirë për fund një herë të uroj 20 vjetorin gjithë juve, historinë e agjencisë, stafit tim, gjithë atyre që kanë qenë pjesë e këtij udhëtimi, urime agjenci, urime Republika e Kosovës, rroft për jetë Republika e Kosovës, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Zoti Drejtor. Ju falenderoj për fjalët tuaja, për vizionin e ndarë në këtë jubilar të rëndësishëm. Të nderuar të pranishëm, është nder i veçantë për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit që në këtë përvjetor të rëndësishëm të kemi të pranishme Presidentën e detyrë të Republikës së Kosovës dhe Kryetarin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, zonjën Albulena Haxhiu. Prania e saj sot ka një domethënie të veçantë, sepse mbështetja ndaj agjencisë nuk lidhet vetëm me funksionin që ushtron sot. Në rrugtimin institucional të agjencisë, zonja Haxhiu ka qenë pranë saj në etapa të ndryshme të zhvillimit, fillimisht si kryetare e Komisionit Parlamentar përgjegjës për mbikëqyrjen e punës së agjencisë e më pas si ministre e drejtësisë, duke mbështetur reformat në fushën e integritetit dhe sundimin e ligjit. Ndërsa sot, në cilësinë e presidentës në detyrë të Republikës së Kosovës, vazhdon të mbështes agjencinë në përmbushjen e misionit të saj të kushtetuesës ligjore. E nderuar zonja presidente, është nder dhe privilegj për ne që sot je pjesë e kësaj ceremonie. Andaj, ju ftojmë për një t'ju drejtuani të pranishme. Faleminderit. Faleminderit Albina, faleminderit edhe për prezentimin e punës time sa kam qenë edhe deputete në Kuvendin e Republikës së Kosovës, por edhe si ministre e drejtësisë. Dhe derisa po vija këtu, e parë zotin Preteni, zotin Havolli, me cilët kemi pas një bashkëpunim të shkëlqyer, ndonse në atë kohë isha në opozitë. Por me gjithatë, asnjëherë nuk ka munguar bashkëpunimi jon institucional. Prandaj faleminderit për punën dhe përpjekjen për të ngritur një institucion që sot e drejton zoti Buleshkaj dhe që të gjithë ne duhet të angazhohemi maksimalisht që i njëjti të ketë të gjitha kapacitetet për ta parandaluar korrupsionin në Republikën e Kosovës. I nderuar drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, zoti Buleshkaj, të nderuar përfaqësues të institucioneve të Republikës së Kosovës, kryetari i Gjykatës Kushtetuese, kryesuesi i Këshillit Prokurorial, zëvendës ministri i drejtësisë, zoti Hani nga RAE, avokati i popullit, deputet Qorolli, po ashtu edhe përfaqësues të tjerë, zoti Dobra, gjithashtu edhe zoti Havolli, zoti Preteni, zoti Kelmendi, shkëlqësi ambasador, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, stafi i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit dhe të nderuara media. Është nder i veçantë padyshim për mua që të jem sot këtu me ju në shënimin e 20 vjetorit të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Ky përvjetor sigurisht që është një moment reflektimi mbi rrugën që kemi bërë si shtet dhe mbi përgjegjësinë që kemi për rrugën që ende kemi përpara. U përpjeka maksimalisht që sot ta kem një fjalim që vjen nga institucioni i presidencës, por kur flitet për korrupsionin, natyrisht që edhe fjala nuk mund t'i përshtatet bashkë këtij institucioni. Prandaj edhe do të uroj në mirëkuptimin tuaj edhe në fjalën time.
Të nderuar të pranishëm, historia shkruhet edhe nga mënyra se si i mbron parimet mbi cilat është ndërtuar. Dhe ndër këto parime, padyshim që janë integriteti, përgjegjësia, por edhe barazia para ligjit. 20 vjet janë dëshmi e pjekurisë së një institucioni, por kur misioni është mbrojtja e interesit publik, çdo vit është një provë në vete. Sepse korrupsioni nuk pushon kurrë. Ai ndryshon formë, kërkon rrugë të reja dhe përpiqet të deportojë aty ku institucionet dobësohen dhe ku vigjilenca zbehet. Prandaj lufta kundër korrupsionit nuk është një betejë që fitohet një herë e përgjithmonë, është një përpjekje vazhdueshme për ta mbrojtur besimin e qytetarëve tek shteti, pra tek Republika jonë. Në raporte dhe statistika, korrupsioni matet me shifra, por qytetarët e njohin ndryshe. Ata e njohin si tenderin që fitohet para se të hapet, si lejen që sigurohet me një telefonat, si konkursin ku fituesi dihet para se dorëzohet aplikimi i parë, si derën që hapet për dikë vetëm sepse e njeh dikë në një institucion. Korrupsioni nuk vjedh vetëm paranë publike. Ai vjedh mundësinë, ai e vjedh drejtësinë, e vjedh edhe besimin. Dhe kur qytetarët humbin besimin se ligji vlen njësoj për gjithë, humbet shumë më tepër se sa një procedurë administrative. Pra humbet ajo që për ne është shumë e rëndësishme e që është besimi i qytetarëve në institucionet e Republikës së Kosovës, në institucionet e shtetit vet. Prandaj çdo akt kundër korrupsionit është një akt në mbrojtje të Republikës së Kosovës. Çdo rast i parandaluar është një padrejtësi më pak. Çdo zyrtar që zgjedh integritetin mbi interesin personal e forcon shtetin tonë më shumë se sa mund të bëjë çfarëdo deklarate publike apo politike. Për këtë arsye, puna e agjencisë suaj ka rëndësi që shkon përtej procedurave siç e përmendi edhe drejtori Buleshkaj, pra ju nuk administroni vetëm deklarime pasurie, ju nuk trajtoni vetëm rastet e konfliktit të interesit apo nuk mbroni vetëm sinjalizues, ju mbroni një parim themelor të Republikës sonë se askush nuk është mbi ligjin dhe se pushteti publik është gjithmonë përgjegjësi dhe kur privilegj. Për këtë mision meritoni respektin dhe mirënjohjen e Republikës së Kosovës, mirënjohje për gjithë ata që përgjatë këtyre 2 dekadave kanë shërbyer në këtë institucion me profesionalizëm, me panshmëri dhe me guxim. Dhe jam e bindur që pajtoheni me mua që në qoftë se kemi një institucion ku zyrtarët nuk dyshohen për ndonjë ndikim, për ndonjë anshmëri, është pikërisht Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit. Pra, për këtë ju përgëzoj sepse për një mend është shumë e vështirë që ta mbrini këtë stad të besimit të qytetarëve në këtë institucion, por edhe mediave. Besueshmëria pra nuk ndërtohet me deklarata, por me vendime të drejta, me integritet të përditshëm, me qëndrueshmëri edhe atëherë kur presioni është më i madh. Shteti së drejtës nuk ndërtohet pra vetëm nga ato seancat gjyqësore apo nga sallat e gjykatave, por ndërtohet në çdo institucion që e vendos interesin publik mbi atë privat. Ndërtohet në çdo procedurë që duhet të jetë transparente, në çdo konflikt të interesit që duhet ta parandalojmë edhe vetë si zyrtar dhe në çdo pasuri që deklarohet me ndershmëri. Në çdo sinjalizues që ka guximin të flasë dhe që gjen një shtet që e mbron dhe jo që i hakmerret. Madje më kujtohet edhe në ndryshimet që kemi bërë në kodin penale kemi adresuar edhe veprën penale të hakmarrjes ndaj sinjalizuesve dhe ajo duhet të zbatohet nga institucionet tona të drejtësisë. Të nderuar të pranishëm, reformat që janë ndërmarrë për forcimin e mandatit të agjencisë dhe për luftimin e pasurisë së pajustifikueshme janë dëshmia se Republika e Kosovës nuk do të pranojë që korrupsioni trajtohet si normalitet. Unë mezi pres që Kuvendi i Republikës Kosovës të konstituohet e që Ministria e Drejtësisë ta procedojë projekt ligjin për biron për konfiskimin e pasurisë së pajustifikuar, sepse besoj që është një ligj shumë i rëndësishëm që do të vlerësoj deklarimin e pasurisë dhe pasurinë pra të zyrtarëve në Republikën e Kosovës, sepse nuk mund të ketë shtet fort me institucione të dobta, nuk mund të ketë demokraci të qëndrueshme pa llogaridhënie, nuk mund të ketë zhvillim ekonomik aty ku mungon besimi te drejtësia dhe nuk mund të ketë integrim evropian pa integritet institucional. Dhe ju e dini shumë mirë që rruga jonë drejt Bashkimit Evropian kalon përmes sundimit ligjit, por lufta kundër korrupsionit nuk bëhet vetëm për të marrë një vlerësim pozitiv, pra në një raport, ajo bëhet sepse qytetarët e Republikës tonë meritojnë një shtet që funksionon
drejt. Pra një shtet ku mundësit nuk blihen, ku drejtësia nuk negociohet, ku ligji nuk zgjedh se këtë mbroj. Pra si ushtruese e detyrës së presidentes së Republikës së Kosovës dhe si kryetare e Kuvendit, ju siguroj se institucionet e Republikës do të mbeten të palëkundura në mbështetjen e këtij institucioni të rëndësishëm dhe në mbështetjen që ka misioni juaj. Pra pavarësia juaj duhet të mbrohet, integriteti juaj duhet të respektohet dhe kapacitetet tuaja duhet të fuqizohen, sepse kur mbrohet agjencia që lufton korrupsionin, në të vërtetë mbrohet vetë Republika e Kosovës. Pra 20 vjet më parë, deklarimi i pasurisë ishte një risi, sot ajo është standard, edhe ne që deklarojmë pasurinë për çdo vit e kuptojmë çfarë sfide është që të jemi sa më të kujdesshëm në deklarimet tona. Dhe shpesh edhe kemi kontakte të vazhdueshme me stafin e zyrtar të agjencisë për parandalimin e korrupsionit, por të jeni të bindur që kjo çështje jona të agjencia është pikërisht që të mos bëjmë ndonjë gabim në deklarimet tona të pasurisë. Faleminderit edhe një herë që më keni ftuar dhe më keni nderu. Urime 20 vjetorin e Agjencisë për parandalimin e korrupsionit, mirënjohje për secilin që gjatë këtyre 2 dekadave i ka shërbyer Republikës me ndershmëri, me profesionalizëm dhe me integritet. Faleminderit dhe ju uroj shumë suksese në të ardhmen. E nderuar zonja presidente, ju falenderojmë për praninë tuaj, për fjalët inkurajuese dhe mbështetjen e vazhdueshme që keni dhënë agjencisë ndër vite. Besimi dhe përkraja e institucionit të Republikës së Kosovës janë një shtysë të rëndësishme për përmbushjen e misionit tonë dhe forcimin e integritetit dhe parandalimit të korrupsionit. Lufta kundër korrupsionit dhe parandalimi i tij kërkojnë institucione që bashkojnë ngushtë dhe veprojnë në mënyrë të koordinuar. Në këtë drejtim, bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë për parandalimin e korrupsionit dhe sistemi prokurial ka qenë dhe mbetet një element i rëndësishëm në forcimin e sundimit të ligjit. Kam kënaqësinë të ftoj për një fjalë përshëndetëse kryetarin e Këshillit Prokurial të Kosovës, zotin Arjan Gashi. I nderuar ushtruese e detyrë Presidentës së Republikës së Kosovës, zonja Axhiu, i nderuar drejtor i Agjencionit për parandalimin e korrupsionit, zoti Buleshkaj, të nderuar përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, të nderuar musafir, zonja dhe zotëri. Është kënaqësi dhe nder i veçantë të jem sot pjesë e kësaj ceremonie jubilare, me cilën shënohet 20 vjetori themelimit të Agjencisë për parandalimin e korrupsionit. Në emër të Këshillit Prokurial të Kosovës dhe në emrin tim personal, ju shpreh urimet më të sinqerta për këtë përvjetor të rëndësishëm. 2 dekada punë në promovimin e transparencës, integritetit dhe parandalimin e korrupsionit përbëjnë një kontribut të çmuar për ndërtimin e institucioneve demokratike, llogaridhënëse dhe forcimin e besimit të qytetarëve. Lufta kundër korrupsionit kërkon një qasje gjithëpërfshirëse, ku institucionet e drejtësisë, organet e pavarura, ekzekutivi, shoqëria civile dhe qytetarët veprojnë të koordinuar dhe me përgjegjësi të përbashkët. Në këtë drejtim, bashkëpunimi ndërmjet Këshillit Prokurial të Kosovës dhe Agjencisë për parandalimin e korrupsionit ka një rëndësi të veçantë. Ky bashkëpunim është ndërtuar mbi besimin institucional, shkëmbimin e informacionit, koordinimin e aktiviteteve dhe angazhimin e përbashkët për forcimin e integritetit dhe sundimin e ligjit. Këshilli Prokurial mbetet i përkushtuar për të garantuar një sistem prokurial profesional, të pavarur, transparent, llogaridhënës e me integritet institucional, si themele mbi të cilat ndërtohet besimi i qytetarëve ndaj institucioneve të drejtësisë. Në kuadër të angazhimit të vazhdueshëm për forcimin e efikasitetit të sistemit prokurial në luftën kundër korrupsionit dhe krimit ekonomik, Këshilli Prokurial i Kosovës, në kuadër të këtij këshilli funksionon Komisioni për mbikëqyrjen e lëndëve të korrupsionit dhe krimit ekonomik. Ky komision ka një rol të rëndësishëm në monitorimin sistematik të trajtimit të këtyre rasteve, analizimin e curisë së tyre, identifikimin e sfidave dhe rekomandimin e masave konkrete për rritjen e efikasitetit dhe cilësisë së punës së prokurorëve. Përmes këtij mekanizmi, Këshilli Prokurial i Kosovës, ndër tjera, kontribuon në avancimin e politikave që synojnë një qasje efektive në luftën kundër korrupsionit. Sa i përket efikasitetit në trajtimin e këtyre rasteve, në vitin 2025, mbi 75% të lëndëve të pranuara të korrupsionit janë zgjidhur dhe mbi 50% prej tyre të gjykatave përkitëse me këto akte, pra janë dënime fajsuese. Ky fakt na obligon që ne si sistem prokurial të reflektojmë, të forcojmë hetimet, bashkëpunimin ndërinstitucional dhe profesionalizmin,
tonë në mënyrë që drejtësia ndaj korrupsionit të jetë paqe vendosur sa edhe ndaj çdo krimi tjetër. Për më tepër, në zbatim të ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve dhe në bashkëpunim me Agjencinë për parandalimin e korrupsionit, në secilën prokurori të Republikës së Kosovës kemi caktuar edhe zyrtarat për sinjalizim. Ky mekanizëm synon të inkurajojë raportimin e parregullsive, të garantojë mbrojtjen e sinjalizuesve dhe të forcojë kulturën e integritetit dhe llogaridhënies brenda sistemit prokurorial. Po ashtu është me rëndësi të theksojmë se parandalimi i korrupsionit është po aq i rëndësishëm sa dhe ndjekja penale e tij. Ndërtimi i mekanizmave efektiv të integritetit, llogaridhënies, promovimi i etikës profesionale, menaxhimi i konflikteve të interesit dhe rritja e transparencës janë angazhime afatgjate që forcojnë rezistencën institucionale ndaj korrupsionit. Ne si KPK jemi duke punuar në vazhdimsi në fuqizimin e kornizës nënligjore me qëllim të përmirësimit të infrastrukturës për avancimin e mekanizmave të brendshëm llogaridhënës. Jam i bindur se edhe në të ardhmen do të vazhdojmë të thellojmë bashkëpunimin ndërmjet Këshillit Prokurorial dhe Agjencisë për parandalimin e korrupsionit, duke kontribuar së bashku në forcimin e integritetit institucional, rritjen e efikasitetit të institucioneve të drejtësisë dhe avancimin e sundimit të ligjit në Republikën e Kosovës. Në përfundim, më lejoni të uroj edhe një herë këtë jubilej të rëndësishëm dhe t'ju falenderoj për kontributin e vazhdueshëm në promovimin e transparencës, integritetit dhe luftën kundër korrupsionit. Ju falenderit.